raporti ndërmjet kishës dhe kombit është një raport i komplikuar, por shpeshherë në mënyrë artificiale janë vënë sikur janë në kundërvënie. Ato janë të ndërlidhura në së bashku. Kisha padyshim, gjithashtu mëson që t'i duam të gjithë, na mëson që ta duam vendin tonë. Adheun, aty ku kemi lindur dhe jemi rritur. Kjo është pjesë e një dashurie të madhe që është për të gjithë njerëzit. Të gjithë njerëzit kanë një dashuri për familjen, kanë dashuri për prindrin, e padyshim që do kenë një dashuri për adheun. Sepse është e pamundur, dhe unë këtë përmend shpeshherë, të duash Perëndin e mos të duash vendin që të ka lindur dhe rritur. Por shpeshherë shumë njerëz ndoshta e vendosin në një pikpamje sikur këto dy gjëra i kundërvejnë njëra tjetrës. Të duash kishën e të duash Zotin, padyshim që të duash dhe adheun. Kjo nuk është që do duash njërin dhe s'do duash tjetrën. Do duash adheun, s'do duash Zotin, do duash këtë dhe nuk duash atë. Ky raport është shumë i rëndësishëm sepse nëse ne nuk do kemi dashurinë shpirt për vendin tonë, është një ofezë karshi Zotit. Kisha nuk e mohon etninë. Padyshim që kisha është universale. Ka përcen atë gjë. Kisha beson në vllazërinë e gjithë popujve të botës. Kisha është katolike, që përfshin të gjithën, është e përgjithshme. Por raporti ndërmjet përgjithshmes dhe të veçantës nuk është një kundërvënie kundër njëra tjetrës, por është një harmoni me njëra tjetrën. Duke dashur Zotin, e duke dashur gjithë të tjerat, padyshim që ne do duam atë që kemi rrotull akoma dhe më shumë. Dashuria nuk është diçka abstrakte, për shembull të duam njerëz, të dëgjojmë gjithë botën në shumë përgjithësi, të duam njerëzit që takojmë çdo ditë, njerëzit që shohim çdo ditë. Dhe të duash vendin tënd është pjesë e kësaj gjëje. Prandaj dhe kisha nuk e mohon etninë. Mohimi i etnisë, të paktën në këndvështrimin tim, është mohimi i Zotit. Një njeri që mohon adheun e tij, mohon kombin e tij, ka mohuar edhe Zotin. Prandaj që kisha vazhdimisht na mëson që ta duam vendin tonë. Të duash vendin nuk do thotë urresh tjerët. Të duash vendin tënd do thotë që të përpiqesh me gjithë shpirt që ai vend të përparojë, të begatojë, të jetojë në paqe edhe në harmoni. Dhe është një detyrim i çdo krishteri që ta dojë vendin e tij. Derisa kemi lindur këtu, Zoti na ka caktuar kujdestar këtij vendi. Dhe kemi përgjegjësi përpara Perëndisë për mbarvajtjen e këtij vendi. Sepse i Zotit është dheu gjithçka që është në të, thot psalmisti. Një gjë që do thotë që këtë pjesë të dheut që na ka caktuar neve, që kemi lindur këtu, ne kemi një detyrim për ta dashur, kemi një detyrim për ta begatuar, e kemi një detyrim që ai vend të përparojë të ndriçojë. Dhe kjo është atë dashuria e vërtetë. Dhe njerëzit duhet ta duan vendin e tyre, sepse nëse s'do duan vendin e tyre, padyshim nuk do duan as Perëndin. Si thot Shën Joani në letrat e tij, ai njeri që thot unë e dua Zotin, po urren vëllain e tij, ai gënjen. Sepse si do duash Perëndin që s'e ke parë asnjëherë dhe nuk do vëllain tënd që shikojnë çdo ditë. Ne këtu çdo ditë shikojmë bashkëdhetarët tanë, vëllezërit tanë. Nëse si duam këta, padyshim nuk e duam as Zotin. Prandaj dhe kisha e nxit gjithmonë atë dashurinë si një pjesë e rëndësishme e jetës edhe fetare. Kjo është një temë pak më komplikuar, por varet dhe ç'kuptojnë njerëzit me fjalën patriot dhe ç'kuptojnë njerëzit me fjalën nacionalist. Po në kuptimin e përgjithshëm, pak a shumë mund të thuhet në këtë formë. Patrioti është njëri që e do vendin e tij. Dhe përqendrohet pikërisht në dashurinë për vendin dhe në lulëzimin e atij vendi. Nacionalist më tepër ka marrë kuptimin e kundërvënies të kombeve të tjerë, qofshin kombe fqi, qofshin kombe më larg, kuptimin vetëm lartësimi, glorifikimi i kombit dhe përulja dhe shtypja e të tjerëve. Kjo mund të kthehet e rrezikshme. Sepse nëse do ndizet urrëtia në shpirt, pa ato njerëz që fillim ndoshta mendojnë që po urrejnë vetëm ata të tjerë, do urrejnë dhe njerëzit e kombit të tyre. Nazistët ishin nacionalistë.
Madje partia e tyre quhet Nacional Socialiste, prandaj është Nazi. Janë gërmat e para të dyja kësaj. Dhe padyshim që ato kishin urrëtie për shumë kombe të tjerë. Por ajo urrëtie u shfaqet në kombin e tyre. Miliona gjerman u persekutuan, u vranë, u torturuan nga Gestapo e nga të gjithën. Sepse në zemrën e njeriu nuk mund ndodhi njëkohësisht edhe dashuria dhe urrëtia. Nëse do kemi dashuri për vendin tonë, padyshim që ne nuk është nevojë të urrejmë tjerët. Ai që do vendin e tij e lulëzon atë gjë. Urrëtia për të tjerët do fillojë të përhapet në urrëtien dhe të vendit tënd dhe të njerëzve të tjerë. Dhe nacionalizmi mbështetet në egoizëm. Ata thonë në Gjermani janë mbi të gjitha. Dikush tjetër mund thotë e para vendi jon, forma të ndryshme mund thonë. Kjo mbështetet vetëm në egoizmin. A dhe dashuria e vërtet nuk përjashton nga dashuria të gjithë njerëzimin. Ky është ajo ndryshimi që patrioti përpiqet ta lulëzojë vendin e tij, ta ndihmojë, të zhvillohet, të begatojë. Nacionalisti, ose varet nga termat, sepse në shqip ndoshta nuk e jep të plot këtë gjë. Në shqip shpeshherë fjala nacionalizëm ka pas kuptimin e një patriotizmi. Shumë nacionalistët që të rilindje se këto të gjitha nuk ishin nacionalistë për t'u kundërvënë vetëm të tjerëve. Ishin patriot. Dhe ndoshta termi më mirë për ta është për t'i quajtur patriot. Njerëz që e donin vendin e tyre dhe nuk u kursyen për asgjë, shpenzuan pasuritë, shpenzuan gjithçka që kishin, qoftë materiale, qoftë shpirtërore, për ta pavarësuar vendin dhe për ta lulëzuar këtë vend. Detyra jonë sot është pikërisht që të vazhdojmë në këtë linjë, ta duam vendin tonë. Nëse ne e lulëzojmë vendin tonë, padyshim që e kemi kryer detyrën para Zotit, para kombit dhe para dheut. Në të gjitha kishat ortodokse të botës ka një ditë në cilën ato bëjnë doksologji. Doksologji, ju e dini nga fjala, do thotë një lavdërim Perëndis. Qëllimi që bëhet dhe është nevojshme që të rikujtohet është në dy gjëra kryesore. Siç u flas dhe unë vazhdimisht pas ceremonisë ju them këto gjëra. E para është një mirënjohje kërshi Perëndis. Perëndia na ka dhënë një vend shumë të bukur. Një vend që ka gjithçka, ka male, ka fusha, ka pyje, ka lumej, ka kodra, ka det, ka liqene, gjithçka ka. Dhe për këtë duhet jemi mirënjohës e ta falenderojmë Perëndin. Por nuk mjafton vetëm kaq. Në kuptimin ortodoks, siç e përmenda edhe pak më parë që i Zotit është gjithë dheu. Dhe ne jemi kujdestar kësaj pjesë të dheut. Një gjë që do të thotë që adhetari i vërtet është ai njeri që përpiqet ta lulëzojë këtë vend. E ta lulëzosh një vend, dhe të begatosh njerëzit, fillimisht duhet i duash ata. Dhe që ti duash njerëzit, padyshim që duhet të duash Zotin. Ju tregoj shpeshherë njerëzve një episod nga Ungjilli, e ritregoj vazhdimisht sepse është shumë i rëndësishëm. Përpara se Zoti t'i jepte Shën Pjetrit një detyrë shumë të rëndësishme, të kulloste grigjen e tij, të kulloste delet e tij, si metaforë për të kujdesur për grigjen e krishterë dhe për grigjen e gjithë njerëzve. I bën një pyetje 3 herë. Dhe i thot: Simon, i biri i Jonait, a më do mua më shumë se sa këta të tjerët? Dhe mbasi Pietri i përgjigjet që po Zot të dua, i thot: kullo delet e mia, ruaj shkjerrat e mia. I gjë që do të thot që ti duash njerëzit, do të duash Zotin. E të duash Zotin do të thot të duash të gjithë vlerat që vijnë nga mësimi i Zotit. Sot ne përballemi me diçka që njerëzit i kanë praktikosur vlerat. Vlerat tradicionale që kanë qenë shekuj, ato që kanë formuar qytetërinë dhe i kanë mbajtur njerëzit njerëz. E duke përmbysur këto vlera, dashuria në shpirt paksohet. Sepse nëse ne nuk të duam Zotin, do kemi padyshim vështirësi për t'i duar njerëzit e tjerë. As familje nuk mund ta begatosh nëse nuk i do ato njerëz. Dhe shpeshherë, për fatin tonë të keq, shumë njerëz të cilët kanë përgjegjësinë për vendin, nuk e kanë këtë dashuri. Dhe më e rrezikshme është kur kjo fillon maskohet me parrullat nacionaliste. Një njeri që nuk do njerëzit e tij, si mund të jetë adhetare, si mund të jetë patriot ai njeri? Njeri që nuk do vendin e tij, nuk përpiqet me gjithë shpirt ta bekatoj, si mund të jetë ai një patriot?
nuk mund të mbulohet ajo me retorikën duke sharë njerëzit e tjera, kombet e tjera. Prandaj dhe në këtë ditë ne i kujtojmë besimtarëve gjithmonë këto dy gjëra. E para, të jemi mirënjohës ka shi Perëndis, edhe e dyta ta duam vendin, edhe si një përgjegjësi ka shi Zotit. Nëse ne do jemi kujdestar të mirë kësaj pjese të dheut, që do thotë jemi adhëtar të mirë, padyshim që diçka do bëjmë. Nëse njerëzit do përpiqen, diçka do bëjnë. Që të përpiqesh duhet ta duash diçka. Dhe njëri që do Zotin, do i dojë dhe njerëzit. Është e pamundur dhe duhet ta përsëris këtë. Të duash Zotin e mos duash atë dheun tënd dhe vendin ku ti jeton, ku ke lindur dhe ku je rritur, ku kanë jetuar prindërit, gjyshrit, stërgjyshrit. Është e pamundur ajo gjë. Njëri që do Zotin me gjithë shpirt, do i dojë dhe ata. Dhe kjo doksologji shërben edhe si një pjesë e edukimit adhëtar, që njerëzit ta duan vendin e tyre, e të ndjejnë përgjegjësinë për vendin. Sepse dashuria e vërtet nuk është vetëm thjesht ndjenjë, që jo e duan atë. Dashuria e vërtet shoqërohet me vepra. Një prind për fëmin nuk mjafton vetëm thjesht e dua fëmin, po përpiqet ta ndihmojë, bën vepra. Dhe janë veprat që flasin. Nëse veprat tona nuk tregojnë këtë dashuri, ajo mund të jetë një hipokrizi. Prandaj është e rëndësishme shumë për ne që ta duam vendin tonë si pjesë e dashurisë përgjithshme të dashurisë Perëndis. Do doja t'ju uroj të gjithëve gëzuar këtë ditë, të falenderojmë Perëndin e të përpiqemi për vendin tonë me gjithçka që mundemi. Sepse duke u përpjekur për vendin tonë, padyshim që ne më tepër ndihmojmë dhe veten. Një njeri që përpiqet të ndërtojë dhe në familje një ambient të ngrohtë, është dhe për atë shumë mirë. Në një vend ku s'ka paqe, ku s'ka harmoni, ku ka sherrë, grindje, zelira, sharje, nuk mund të ketë qetësi. E nuk mund të jetë një vend që ti mund të jetosh qetësisht. Duke lullzuar vendin tonë, e duke bërë një vend të paqë, një vend me begati, padyshim që do jetë mirë për gjithë secilin nga ne. Në këtë ditë, për veçantë për vendin tonë, ju uroj të gjithëve gëzuar dhe për shumë vjet.